Zoti Merkoçi, si e keni parë vendimin e gjykatës së posaçme e cila ka lënë në fuqi masën e dhënë paraprakisht ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balloku? Kjo është një procedurë normale, e cila pasi merret vendimi i gjykatës, pastaj thirren palët për të komunikuar ky vendim. Megjithëse ky vendim është komunikuar zëvendës Balloku i është dhënë dorë, ashtu siç është dhënë edhe dy vartësve të saj. Dhe sot ishte thjesht komunikimi, por në komunikim ishte një seancë maraton për 5 orësh. Nuk di se çka kanë diskutuar në atë lloj seance, sepse është thjesht komunikim, nuk është debat në seancë. Megjithatë, gjykata ka pranuar që ta kthejë në një seancë debati, ku ajo është mbrojtur apo ka kërkuar. Gjëja që të bën përshtypje është ajo që ja u kam thënë edhe radhës tjetër, që Spaku mori një vendim për mos të vajtur në zyrë. Pra, pezullimin nga detyra. Gjë që nga marrja e vendimit, Belinda Balloku nuk e zbatoi. Nuk e zbatoi sepse pas marrjes së këtij vendimi, Belinda Balloku vajti në kryeministri për 7 orë jeshtë, neli 8 orë jeshtë, neli brenda në kryeministri ku nuk dihet asgjë se çka ka bërë. Këtu kemi të bëjmë një shkelje të vendimit të gjykatës, pavarësisht se nuk ishte komunikuar, domethënë në një seancë, por ishte komunikuar zyrtarisht, i dhënë vendime dhe ajo duhet të zbatonte atë lloj vendimi. Pra sipas jush ajo nuk duhet shkonte në kryeministri në takimin që zhvilloi prej 7 orësh me kryeministrin Edi Rama. Absolutisht ishte shkelje e hapur e vendimit. Ishte shkelje e hapur e vendimit gjykatës. Në këtë moment nëse opozita kërkonte të bënte një lëvizje vërtet politike, do të ishte ajo që opozita gjithë duhet të ishte tek dera e kryeministrisë Shqipërisë dhe të komunikonte me prokurorin e Spakut për të deklaruar që Belinda Balloku ka thyer vendimin e gjykatës. Dhe në atë moment mund bëj arrestimi flagrans të Belinda Ballokut. Binte Spaku dhe e bënte këtë. Duhet të ishin gjithë mediat vërtet ishin aty dhe qëndronin dhe bënin, por çuditërisht asnjë nga opozita nuk e mori këtë hap për të bërë promotor në këtë lloj lëvizje dhe për të komunikuar direkt me Spaku. Në këtë moment Spaku pastaj ose do dilte zbuluar, ose do vinte të vepronte, dhe gjykoj se do vinte të vepronte për të bërë arrestimin flagrans. Ky quhet arrestim flagrans. Për sa kohë ti nuk e zbaton vendimin e gjykatës apo e thyen, siç e quajmë ne, e thyen urdhrin e gjykatës, në atë moment gjykata prokuroria ta arreston edhe ky quhet arrestim flagrans. Kështu që e kishte të gjithë mundësinë, edhe pse ka mandat deputeti, nuk ka asnjë lloj rëndësie se quhet arrestim flagrant. Gjë që nuk e bëri askush. Askush nuk e bëri, madje prisja që të bëhej edhe nga studiot televizive ku ishin direkt analistë, gazetarë, askush nuk e përmendi këtë lloj fakti, po gjithu morë me faktin çapo del, çapo debatohet dhe çapo thohet. Madje mund të them se edhe vetë kreu i opozitës Berisha nuk e diskutoi fare këtë thyrje të vendimit. Jo, se ka përmendur, por gjithsesi edhe pjesa e takimit është e rëndësishme sepse çfarë është diskutuar prej 7 orësh në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Po nuk më intereson fare se çfarë është diskutuar në atë zyrë, më intereson prisja provës që mund të kenë bërë, materiale që mund të jenë fshirë, materiale që mund të jenë bërë, nuk di se çfarë është bërë aty, por ajo që është më kryesorja dhe po e ritheksoj edhe herë, ka thyer vendimin e gjykatës. Belinda Balloku atë vendim e kishte në dorë. Nuk ka rëndësi, sot ishte një seancë për ta komunikuar dhe për të debatuar aty në seancë, por me sa duket edhe Spaku ka heshtur në këtë pikë, e kupton, sepse ishte Spaku ai që duhet vepronte, megjithëse ishte bërë mediatike publike njërin tjetër. Pavarësisht nga kjo, një lëvizje politike që mund të kishte bërë opozita dhe të fitonte shumë pikë në këtë situatë,
ishte vetëm të vinte të mujohesh aty te para derës së kryeministrisë dhe të njoftonin SPAK-un dhe të kërkonte të vite SPAK-u aty për të bërë arrestimin e Belinda Ballukut të flagrancë. Kjo është fakt juridik, nuk është as opinion, as se unë po them diçka të re. E ka kodi procedurës penale, e ka taksative, nëse ti thyje në vendimin e gjykatës, je arrestije, është njësoj se kur ti tenton të ikësh nga burgu, je i burgosur dhe tenton të ikësh nga burgu, e njëjta situatë është. Kështu që priset ndodhe, nuk ndodhi. Ose për ignorancën e tyre, po s'besoj se aty ka dhe juristë, sepse kjo është gjë më fillestare e një juristit, nuk është se është në një filozofi e madhe. Por edhe politikisht duhet ta kishim bërë. Duhet ta kishim bërë, nuk e bërë. Gjithsesi tashmë ky është një vendim i dhënë. Belinda Balluku përveç vendimit dhënë ka dhe një vendim të thyer, se ajo qëndron prapa ajo situatë. Prisja që me këtë vendim thyer vetë SPAK-u të vinte me një kërkesë tjetër, domethënë me këtë lloj argumenti, se ti ke thyer vendimin dhe me këtë argument duhet vinte me një vendim tjetër, me një kërkesë tjetër në gjykat, nuk erdhi në ditët në vijim, do ta bëj. Por ajo që kam thënë që i qëndroj prapë besnik edhe asaj pjesës tjetër, sepse ju kam thënë që kjo është edhe një lëvizje politike e vetë FBI-s, po luan me Edi Ramën, të gjitha shkojnë tek Rama, nuk është puna thjesht, unë kam thënë, si shihni Belinda Ballukun. Belinda Balluku, atë që kam deklaruar në ditën e parë, kur doli nga SPAK-u që u more pandehur, atë deklaroj edhe sot, Belinda Balluku nuk jep dorëheqje, pavarësisht nga çdo lloj vendimi që do merret. Belinda Balluku vetë nuk jep dorëheqje dhe Rama, po e ritheksoj, Rama nuk është i aftë, nuk është i Zoti, ta shkarkoj Belinda Ballukun. Kjo është taksative. E kam thënë që ditën e parë, qëndroj besnik saj. Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun. Belinda Ballukun nuk. Po, do kalojmë edhe te pjesa e raporteve të Edi Ramës me Belinda Ballukun, por në këtë rast të mbetemi te SPAK-u dhe gjykata e posaçme. Cili është roli i FBI-s vetë në këtë rast brenda SPAK-ut? Dhe sa ndikim ka pasur në çështjen e Ballukut? Roli i FBI-s është ai rol të cilën e ka pranuar vetë SPAK-u, ku ka thënë që ne jemi në koordinim të plot me FBI-n amerikan. Dhe kjo është lëvizja e FBI-s, pra ne tash është sa juridike dhe politike. Politike është kjo që i kanë dhënë një shans, themi, apo një provë, kam vënë përsëri në provë Ramën për të parë që ky njeri shkëputet dot nga krimi organizuar, nga bandat e rrugës, a shkëputet dot ky njeri, dhe nëse do ishte vërtet që Rama do shkëputesh, atë Rama do bënte shkarkimin e Belinda Ballukut direkt sa doli nga SPAK-u, kur doli me mandat të pandehur, jo me person dieni, po me mandat të pandehur. Pra u mori pandehur nga SPAK-u, Rama në atë moment nuk duhet ta kishte prit Belinda Ballukun në zyrë për të sqaruar dhe për të bërë, por duhet të kishte bërë direkt shkarkimin e tij, duhet të çonte direkt kërkesën për ta shkarkuar Belinda Ballukun, se është vetëm firma e tij që e shkarkon, asnjë firmë tjetër nuk e shkarkon Belinda Ballukun. Përveç nëse dënohet, pastaj vendim gjykatës në mënyrë absolute, nëse vjen SPAK-u me një kërkesë të cilën unë ja kam bindje që do vi, tashmë do vi dhe me një kërkesë tjetër, SPAK-u ku do kërkoj arrestimin e saj, qoftë arrest shtëpi apo arrest me burg, nuk di se si, sepse ka dhe një moment të tjetër të cilët unë prapë kam dyshuar, ju kam thënë që në lëvizje që po bën Belinda Ballukut, dhe që jaket e saj, vajtja në Amerikë për 24 orë, si ku po shkon Durrës, dhe kthimi i saj për andej, lënia që shkoi deri në Amerikë, se ata e dinë shumë mirë që do shkon. Them kam frikë se, domethënë dyshoj, nuk është se kam taksative, po dyshoj që Belinda Balluku mund të bërë edhe bashkëpunëtore e drejtësisë, dhe në këtë kontekst ata lejojnë të bëjnë disa veprime të cilat i lëvërdis edhe vetë SPAK-u i lëvërdis në këto lloj veprime që bën ajo. Bashkëpunëtore e drejtësisë në këtë rast do të thotë që të tregojë të gjitha aferat që ka kryer së bashku me kryeministrin Edi Rama. Gjitha aferat që ka kryer Rama,
këta janë vartës të Ramës. Këta nuk janë si janë partner të Ramës, këta janë vartës. Gjithë aferat i kryen Rama. Të gjitha çfarë bëhen në Shqipëri, unë u kam thënë me kohë që Rama është ai i cili pa firmën e tij, pa përqimin e tij, pa mandatin e tij nuk bëhet absolutisht asgjë. Në Shqipëri nuk bëhet gjë, nëse nuk do Rama. Nuk ka një ministër aty, nuk ka një dikush tjetër, domethënë një deputet që të dali kundra dhe të thotë ose ta kundërshtoj për veprimin që ai bën. Ose të japi një alternativë se çfarë veprimi të bëhet. Jo, në mënyrë absolute. Gjithë ai ka. Ai ka vendosur mafian në shtet, ja u kam thënë me kohë dhe nuk e diskutoj fare këtë. Nuk është Belina është vartëse e tij në kuptimin figurativ. Është vartëse, nuk është Belina që vendos se do bëhet tuneli apo s'do bëhet tuneli, do bëhet loti 4 apo loti 3 apo loti 2. Do bëhet porti i Durrësit, financime që i hidhen në port Durrësit apo s'do bëhet. Se po të kishte qenë dikush tjetër aty që do ta kundërshtonte Ramën, qoftë edhe në emërimin që bëri për drejtorin e portit Durrësit si pika më nevralgjike dhe strategjike e Shqipërisë, si pika më kyçe ku luhet droga, luhet kontrabanda, luhet çdo gjë, dhe si një pikë e cila NATO e ka në vëzhgim portin e Durrësit, të paktën nuk do lejonin që të jep një njeriu i cili nuk ka asnjë lidhje me Durrësin apo me portin, me detin, dhe prandaj kam qytet ai ka caktuar një njeri i cili nuk di not. Nuk njeh as mentalitet me një njeri nga Kosova, sillet për të bërë drejtori i portit Durrësit. Zoti Merkoçi, të mbetemi sërish te roli i amerikanëve. A ka të bëj vizita e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Mark Fleming në SPAC me goditjen ndaj Belinda Ballukut, e cila vjen në një kohë mjaft të shkurtër që pas vizitës së tij erdhi edhe goditja nga ana e gjykatës së posaçme? Mark Fleming që ky e qyti që çe vuni emër Palikua, se çfarë ky. Për të mos harroni se ka ardhur zëvendës sekretari i shtetit ka ardhur 2 herë në për të ditëve në Amerikë, në Shqipëri, nuk erdhi vetëm një herë, erdhi 2 herë. Dhe ka qelluar që ka ardhur në atë javën që Amerika e kishte shpallur si java kundër komunizmit, kundër Sorosit, kundër korrupsionit, drogës, çdo gjëje. Dhe në këtë rast ai ka ardhur 2 herë. Herën e parë dhe pas disa një jave erdhi përsëri dhe pas ardhjes së tij, pas largimit të tij, domethënë u bë dhe arretimi ose ndalimi, domethënë i Belinda Ballukut për mos dalje shtetit e tjera. Kështu që jo pa qëllim u thash që FBI-a përveç pjesës ligjore të cilës e zbaton në mënyrë të përpikët, ka dhe atë pjesën e politikës e saj, e cila ju kam thënë gjithmonë që ata janë në luftë kundër Sorosit, domethënë e kanë shpallur organizatë terroriste, kështu që Shqipëria si një qerdhe e Sorosit, një Shqipëria që vazhdon të luajë politikën e Sorosit, do ketë goditjet e saj. Dhe i pari që duhet godit si kryetari i caktuar nga Kabala për të qenë kryeministër në çdo kushte. Nuk kam thënë që Rama ka marrë një detyrë që duhet të qëndrojë si kryeministër me çdo kushte, në çdo formë, në çdo kosto. Dhe ai tashmë po harxhon gjithë bateritë e tij. Kjo është kosto për të që harxhon gjithë bateritë dhe mbajtja e Belinës, mos shkarkimi i Belinës prapë është kosto. Këto vetëm për të treguar atë forcën që ky ka këtu, që ky nuk pyet për njerëj, mos harrojmë se ky ka bërë një deklaratë kur iku FBI-a nga Shqipëria, kur prem fondet të USAID-it, kur tha që reformën e kemi bërë ne dhe amerikanët kanë bërë rrogën. Noço rrogu ishin amerikanë. Tallja që ka bërë me Trumpin, domethënë ironinë që ka përdorur në Angli. Nga anglezët e mori, domethënë atë mandatin, sepse i kthyen 700 familje shqiptare me vendim. Domethënë që ky është shënjestra që po goditet edhe po i hiqet tull pas tulle, po i hiqen derisa vi momenti që do të
paktën kam deklaruar që deri në fund vitit duhet të sheshohet çdo gjë këtu në Shqipëri sepse nuk mund të vazhdohet më. Por e keqja është se kemi edhe një opozitë coptume, një opozitë që nuk merr absolutisht asnjë lloj hapi, nuk ka një forcë për të bërë, s'ka kryer asnjë veprim deri më sot, nuk ka kryer asnjë veprim kundër Sorosit të paktën. Një veprim të kishte bërë kundër Sorosit që të jepte edhe një shpresë njerëzimit se tek e fundit populli syt dhe veshët i ka te opozitës. Opozita është ajo që bën ndryshimin. Mi po ku shef një opozitë flegmatike, një opozitë të paqën, një opozitë e cila njerëzit e Sorosit i kanë brenda, ku shef që nuk bëhet asnjë lloj veprimi. Nëse në Hungari, për shembull, supozojmë në Hungari u mor vendimi dhe u thuj që domethënë propaganda e komunizmit apo të majtës e të Sorosit u barabartë me propagandën e nazizmit, dhe të nohet, domethënë, kurse këtu në Shqipëri nuk është marrë asgjë, këtu janë bërë vetëm deklaratat një pas njëshme, deklaratat her pas hershme, por ndonjë gjë konkrete nuk është bërë. Kështu që amerikanët, kjo është ajo pjesë tashmë që unë jam kam thënë që amerikanët janë atë dilemën se ore dakord, po e heqim dhe kush do jetë këtu tash, kush do vi, sepse këta nuk po reagojnë, vetë opozita nuk reagojnë. Tash vetëm për t'i bërë një cop letër Bashkisë Tiranës për t'i heq titullin qytetar deri Sorosit, këta nuk e kanë bërë, bëra kaq kohë që ja u kërkojnë që ta bëjnë, nuk e bëjnë. Nuk ka veprime konkrete, ka thjesht propagandë. Dhe në këtë situatë është kjo është ajo që kur do ta ndihmosh të tjetrin edhe duhet veprosh. Pra nëse ti thua që unë jam në politikën e Trumpit, jam i djathtë, jam ky, jam ai, edhe duhet veprosh. Duhet veprosh për ta ndihmuar themin. Për të qenë krah ti në veprimet që bën. Në të njëjtën kohë që opozita nuk e bën këtë, nuk e ka bërë kurrë. U bën një vit që ka ardhur në pushtet Trumpi, që e djatha po triumfon nëpër Europë, do mos në Europë. Ka një luftë të ashpër, e vetmja luftë që nuk ndihet është Shqipëria. Sepse nga Sorosi. Vazhdon politika sorosiane. Ne 35 vjet kemi ndjekur vetëm politikën sorosiane dhe këtu tash është ai ngërçi që ngelet. Dhe prandaj tashmë ata po bëjnë shmontimin, themi që po bëjnë shmontimin e kësaj. Dhe shmontimi i kësaj është qoftë edhe duke i kapur organizatat kriminale apo organizatat e drogës. Mikun e tij që i kishte në zyrë, ata e shpallën non grata. Kështu që janë gjithë organizatat e krimit, ata po i godasin. Mos harroni, ju kujtohet kur vajti e dërguar e Mossadës amerikanë, kur vajti në SPAK mas një dite, u bë grupi që u kap grupi në Durrës, apo grupet e tjera. Domethënë, këtu tash të vi 2 herë zëvendës sekretari i shtetit, të vi 2 herë për brenda 10 ditëve, patjetër që ka diçka shumë të madhe, ka diçka që do ndodhi diçka, se është e pamundur. Është e pamundur se kur ka ardhur sa herë ka ardhur, gjëja e parë që ka bërë takimin me SPAK-un. Nuk ka takuar njëri tjetër. Në këtë rast, janë kopertur, janë si themi të humbin gjurmën. Po kë ka takuar? Ka takuar SPAK-un, ministrin e brendshëm, ministrin e drejtësisë. Pra, thjesht ke drejtësia. Po kuptohet tash bëjnë edhe atë politikën e tyre. Me këta nuk duan ta kuptojnë. Unë i shoh mediat nuk e përmendin që ka ore po prit se ka ardhur ky, e quajnë sikur është në njëri kot. Në të njëjtën kohë që ai është i caktuar për Ballkanin dhe për Europën. Ballkani perëndimor ai e ka. Dhe këta në heshtin gjithë. Dhe merren me vazhdojnë i bien trumpetës që Rama komandon SPAK-un. Si e komandon Rama SPAK-un? Po si e arrestoi e mori në akuzë zëvendës kryeministrit kur e komandoi Rama SPAK-un? Se janë gjëra kontradiktore që nuk ecën njëra me tjetrën. Deklaratat që bëhen me veprimet që ndodhin, me ngjarjet që ndodhin. Prandaj them, SPAK-u është në komandë tashmë, është në bashkëpunim të plot me FBI dhe DEA amerikane. Në këtë rast, pse Edi Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun
është i shantazhueshëm prej saj, e ka kapur ajo me përgjime apo dosje të caktuara. Çfarë e mundon Edi Rama në këtë rast që detyrohet i drejtohet gjykatës kushtetuese për të zgjedhur ngërçin me Ballukun? Atëre, çfarë detyroi Ramën që ditën e fundit vendosi që Belinda Balluku të bëhet zëvendës kryeministre, se nuk e ka pas fare në listë. Se ka pas fare. Në listë Rama nuk e ka pas Belinda Ballukun. Çfarë detyroi? Nuk kishte punë përgjimesh. Nuk është as çështje parash. Unë kam thënë, nëse Rama ditën e parë kur ju kam deklaruar, kam thënë nëse Rama do ta shkarkojë Belinda Ballukun, se ajo nuk jep tërheqjen, kam thënë do plasi lufta rrugës. E kuptoni apo se kuptoni? Nuk është çështje se Belinda bën presion për aferat, për vjedhjet, se vjedhjet dihen. Unë nuk e di se a ka ndonjë në Shqipëri që nuk di se këtu është vjedh pa hesab. Nuk di se ka njëri. Nuk se kuptoj. Kur raportet e OSBE-ut të paktën këto të fundit, i lejmë gjithë tjerë, vetëm për zgjedhje çfarë? Veprimi i bandave. Është këtu, ai ta thotë çop. Është veprimi i bandave. Bandat mbi zotrin. Po juve e merr mendja si një Kalaman Elbasan mund të marrë 20.000 vota? E zem. Është mundur? Po është mundur që Partia Socialiste në Fier, kur ishte Belinda, të marri 13 deputet sa mori, 12 sa mori, që fitoren më të madhe, ata e kanë qytë në atë kohë kur ishte Gramoz Ruçi, ka qenë drejtues politik, kur morën 9 deputet e qytën fitore të madhe të paarritshme, të jashtëzakonshme. Nësa kjo morin 12. Si? Po mësi e mori. Atëherë, dhe unë në atë kohë kur ka dalë kjo Elbasani, për shumë që doli me aq vota, gjithë thanë si qyshte, nuk është asgjë. Pse? Ata treguan që ne komandojmë këtu, si e ti komandojmë ne. Ne vëmë këtë heqim, pra Rama i pafuqishëm në këtë pikë. Rama ka fuqi vetëm tek Soros, vetëm tek politika e tij. Kjo është politika e tij. Droga, korrupsioni, varfërimi i popullit, emigracioni, që financohet për emigracionin, financohen të. Dhe kjo është politika që bën Soros që ka bërë në Shqipëri. Shkatrimi ekonomisë, dhe këtë politika e përlu bukur. Pastrimi parave, ku pastrohet para përveç në Shqipërisë? Nga kanë thënë gjithë, nuk është e themi ne. Të vinë gjithë mafiosët në Shqipëri. Si është e mundur? Një nga mafiosët më të mërshëm të Italisë ka qenë në Shqipëri para 3 vjetësh. Ka hedhë para. Atëherë, ky kryeminist nuk e dite, ai ministri i brendshëm nuk e dite. Kur vendosi këtë gocën kryeministri, si a di njeri emri si e ka. Nësa si mund të vendosësh një njeri den pa marrë, ta vendosësh ti në ministri të brendshëm. Pika më e fortë e shtetit. Të vendosësh një ministri të jashtëm, një kalaman tjetër si Spiro Pali, që s'di asgjë. Pra pikat më nevragjike të vendit, ky i ka ndryshuar nëpër kalamaj, nëpër pse i komandon vetë gjithë. Prandaj them nuk i ka të gjithë vartës. Po vartës në kuptimin e mirëfillt fjalës. Që këta nuk bëjnë absolutisht asgjë pa të. Zoti Markoçi, pam. Që me Belindën ky se shkarkon dot. Jo si Belind, se si Belind e shkarkoi. Problemi që ndodh mbrapa, kush është mbrapa? Çfarë ndodh mbrapa? Lufta rrugës, u kam thënë. Dalin këta gazetarët investigativ që dalin për çdo gjë, çdo gjë pse s'flasin ai, keni pajur se kur vjen puna te Belinda bllokohen gjithë, vetëm thon Belinda tuneli, as i llafi më tepër. Keni një gjë në një që thonë që ora pse se shkarkon. Se se shkarkon, keni një gjurë në një të thotë, se thotë asini. Gjithë merën, se të t'i nxjerrë Ramës, këtë të t'i nxjerrë ata. Dosit janë të përgatitura në Amerikë. Këta ndaç ta din, ndaç mos ta din, ndaç ta bëjnë, ndaç ta harrojnë si të duan. 1000 dozë janë përgatitura në Amerikë dhe të ardhur nuk janë përgatitur sot. Ja u kam thënë me kohë, nuk është e sotshme.
Sot bëhet konfirmimi. Dhe politika amerikane ka atë që godet ati do ai. Se ne si jemi të zot ta bëjmë vetë. Se këta ju kam vu Dumani, nesër do jeki Dumani, që do bëjmë? Do vi Duman tjetër. Njësoj është aty. Dumani është administratori i Spakut. Nuk vendos Dumani dot se kush prokuror do ndjekë këtë dhe pse se ndoqi këtë dhe pse e ngadalsoi këtë dosje apo pse e shpejtoi këtë. Nuk e bën dot Dumani, se nuk e ka kompetencë. Këta i kanë dhënë prokurorit pavarësi totale. Dumani është administratori i Spakut përgjegjës, themi. Dhe përfaqëson Spakun në gjitha takimet që shkon e bën një normal. Por jo se ka forcë, ka shi prokurorëve të tjerë. Për sa i përket prokurorëve të tjerë është i barabartë, Dumani dhe gjithë aty janë barabartë. Gjithse kush ka dosit e veta, ka punë e vetë. Po t'ishte kështu, FBI s'ishte fare aty. Se epoka Dumani, këto epoka këtu. Pse u kënaqën këta kur iku FBI? Gjithu këta, gjithë palët u kënaqën. Dhe ku erdhi FBI, gjithu tremën prapë. Dhe fillon pastaj të lëpinën atë që kishin deklaruar kur iku FBI. Tu fillu që ke Rama deri te i fundit. Po. Zoti Merkoçi, a mendoni si intervistë sot? Pse nuk foli nga Spaku, nga gjykata? Gjithë kanë folë, pse s'doli me folë? Pse s'ta si llafen? Zoti Merkoçi, a mendoni se Belinda Balluku mund të nisë tani hakmarrjen, po themi thonjza ndaj kryeministrit Edi Rama, apo do të presë se si do të vendos gjykata kushtetuese dhe më pas mund shonë një moment tjetër që mund ta godas atë? Nuk ka çfarë vendosi gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ka çfarë vendosi. Çfarë do vendosi gjykata kushtetuese? Çfarë do thotë? Gjykata kushtetuese mund vendosi nëse preket mandati i deputetit. Gjykata kushtetuese foli mbrëmës për atë ish ministrin e jashtëm. Çfarë ka ajo? Olta Xhaçka. Mërdi Olta Xhaçka. Çfarë do flasin gjykata kushtetuese? Çfarë do thotë gjykata kushtetuese që ky vendim që ka marrë Spaku nuk kërkesën që ka bërë Spaku në gjykata ka vendosur këtë lloj vendimi, pezullim. Duhet thotë që duhet ta fushte në burg. Këtë do të japi gjykata. Po s'është gjykata kushtetuese për të dhënë vendime. Gjykata kushtetuese shef procedurën, a e shkel ligj as e shkel ligj. Në këtë rast kemi shkelje ligjore. Pse? Sepse as detyrim paraqitje nuk i kanë dhënë Belinda Balluku. Thjesht pezullim nga detyra dhe marrjen e pasaportës. Pam. As detyrim paraqitje nuk e ka. Se po ta marrësh në kontekstin juridik, pastaj të tjerët për cigara hashash i thot arrest shtëpi, arrest buko, ose detyrim paraqitje është më e thjeshta, po bën deri më të madh. Nëse kësaj që flitet për miliona, as detyrim paraqitje nuk i ka dhënë. Dhe çfarë do të thotë gjykata? S'ka gjykata kushtetuese, nuk është kompetente gjykata kushtetuese për të marrë vendim themeli. Dhe për ajo shef, a janë shkel drejtat e njeriut, as janë shkel drejtat e njeriut? A është shkel ligj, as është shkel ligj? A është procedura e rregullt apo s'është procedura e rregullt? Nuk merr gjykata kushtetuese me vendimin. Këto e bëjmë për tallava, unë ja u thash. Rama dhe me vendimin, me doli vendimi gjykatës, unë u thash. Edhe me këtë vendim Rama nuk ka për të shkarku. Se Rama priset një vendim tjetër në interesin e tij. Domethënë, ta çoj ose arrest shtëpia ose arrest burgu, që ai të ketë mundësi pastaj ta shkarkoj. E dëgjoj idiotësinë që u tha, që ndërhyn drejtësia, ndërhyn ke qeveria. Po do ndërhyj ose s'do ndërhyj? Pse arrestohet ky? Sepse ky kryetar bashkie, kjo zëvendës kryeministre, nuk duhet të arrestohet. Si nuk duhet të arrestohet? Vjedhësh miliona tjetër dhe një hajdut të rri aty. Pse që e pas ke mandat deputeti, apo pse që e ke ministre apo kryetar bashkie? Ke vjedh miliona. Si është kjo? Ndërhyrje, nuk është ndërhyrje.
ky është zbatim ligji. Dhe kur flasim për shtetin ligjor, ky është. Zbatosh ligjin. Dalim bërtasim për Hajdutin, dalim bërtasim se I futen burg. Se po shkel rregullat. Se mos të rri ky, mos merret ky arrest shtëpia, po arrest burgu, po të lehet I lirë. Po këta qytetarët e shkaj, se burgjet janë mush më tepër me fakirët më. Se mushin statistika me fakirët e rrugës. Tash për cigare shash dënoj. Të ma arrest shtëpia ose arrest burgu. Për I dozë kokaine, për I dozë heroine, për I cigare hashash. Ti e përdorur se ai të merr dhe të fut në burg. E thot jo, se po transport. Pse se duhen me statistikat që të mbërën pastaj këto. Dhe këta tash që kanë po këto ligje vet. Tani kur I bie në kurriz tyre tani fillojnë shajnë. Tani që ka I keq. Po këtë reformë ta prapë me 140 vota e votuan këta. Ngjedhin 140 kartona. Në mënyrë më të turpshme. Zoti Merkoçi, a parashikoni një luftë mes Belinda Ballukut dhe Edi Ramës tashmë në vimësi dhe një betejë që mund të ketë nisur ndoshta që në takimin e tyre prej shtatorësh në kryeministri, sepse nuk besoj se në një takim shtatorësh janë diskutuar strategjitë juridike dhe politike për ballë Spakut. Belinda Balluku nuk ka si luftë me Ramën personale. Po ja u rrit dhe kësaj. Ndoshta nuk jam unë I qartë në atë që them. Ose nuk e shpjegoj tamam, ose ju nuk e kuptoni. Ose s'doni ta kuptoni. Po ju them edhe herë, nuk ka asnjë hakmarrje Belinda Balluku me Edi Ramën personal. Këtu flitet mes klaneve. Lufta mes klaneve. 7 orë që kanë nejt pikërisht për këtë lloj gjëje. Që Rama mos ta shkarkoj, të gjejë mënyra, forma, dhe prandaj u thirr edhe Ulci Manja, si ministri I drejtësie dhe si kryetari I Komisionit Ligjeve. Nuk u thirr kot në atë takim. Aty nuk ka pas debat mes Ramës dhe Belindës se ti ke bërë 7, ti ke vjedh 7, unë kam vjedh 4, ti ke vjedh 3, unë kam vjedh 2. Këtu, po ja u them edhe një Rama, në çdo kusht, në çdo formë, në çdo moment, duhet që qëndrojë kryeministri I këtij vendi për të zbatuar atë urdhër që në dasmën e Sorës, kur është martuar Aleksi, se ajo si ishte dasmë, ishte mbledhja e Kabalit dhe Sorës të gjitha, u caktua që ky do jetë përfaqësues I tyre në Ballkan dhe Europë. Dhe shifeni kush si është e mundme që erdhën me vrap të gjithë, sa u more pandeu Belinda Balluku. Si erdhën të gjithë Europë, erdhën me Kose, me Lalle, me po di unë, Van der Linde, Van den Broek, ai burri që martu me burr. Kryetari I Këshillit të Europës, qashi. Kreu delegacionit të Bashkimit Evropian, po. Gjithë, pse? Se janë gjithë Sorosi. Janë gjithë Sorosianët janë ata. Erdhën ke kryetari, si erdhën për Vakike, kryetari. Erdhën për Qokë. Se për çfarë erdhën? Për hallet e Shqipërisë, në mënyrë absolute jo. E shifni ju se jemi I vetmi vend çuditërash që hapim kapitull, gjitha kapitujt ne I hapëm, I shkryjm gjithë kapitujt për vendet e tjera që janë më të zhvilluara se ne. Shumë më të zhvilluara se ne. Dhe nuk e hapin do deshëm vite, Kroacisë, u deshëm 10 vjeta, 12 vjet që të hapte kapitull. Po. Ne I hapim shpejt ne. Pse? Sepse është ky pra, kryetari I tyre në krye dhe ky duhet të marrë gjithë lëvdatët që qëndrojnë sa më të gjatë në kjo është politikë që bëjnë ata. Po jo se ne e dimë se si është Shqipëria. Vendi më I korruptuar, droga më e madhe, ë? Ky ka ndërtuar mafia në shtet, këta thonë lulëzo Shqipëria. Kështu që nuk ka Belinda me Ramën përplasje njëri me tjetrin. To pun klanësh, po më hoqë do të heq. O ti o unë, qofse do më heqësh, unë do të përgjigjem. Unë jo më kodë të them plas lufta e rrugës.
Rama prandaj nuk ka fuqi për ta heqë atë. Pse çka kujtoni? Se do të tregoj pse se di ai se çka ka bëu aty. E ti shumë mirë. Belinda ndash flasin, ndash mos flasin. Edhe Erioni nuk foli. Por kur i dolën letrat përpara pastaj filloi edhe llapi Erioni. I qiti gjitha. Edhe Erioni ka treguar gjitha. Ne vajtja unë si ma njësat në edhe për këtë punë nga që gjej mënyrën, formën se si do e interpretoj. Si mund të interpretoj një kryeminist të interpretoj vendimin e gjykatës. Nuk kem për të interpretuar dhe për ta zbatuar vendimin. Jo për ta interpretuar. Ço ke ti dhe më buka kush ishte ço Partia Socialiste, deputetët e çojnë gjykatë kushtetuese. Vetë personi nuk e çon. Zoti Merkoçi, po. Po veprimi si që po me Berishën. Qofse jo kujtohet. E çoi grupi i deputetëve të opozitës e çon gjykatë kushtetuese vendimin për Berishën. Vetë Berisha nuk e çoi. E njëjtë skemë. Zoti Merkoçi, si mendoni, ai është afruar spaku Edi Ramës dhe sa rrezikon Edi Rama pas rastit të Belinda Ballukut? Rama rreziko për çështjen me Gonigal e para. Për lidhjen me Sinaloon e dyta. Për lidhjet me agjenturën kineze dhe ruse që është në Shqipëri. Dhe kjo është i lidhur, dhe mos harroni, ja u kam thënë me kohë, që ky kam kriju një kompani në Francë dhe pria ne e ka dërguar në Amerikë. Dhe këtu është gjithë spionazhi kinez. Kështu që për sigurinë e Amerikës, unë gjykoj se Amerika nuk të falë. Gjëja më kryesore. Duke qenë se Trump e ka shpallur organizatë kriminale, terroriste, Sorosin, dhe Shqipëria është qerdhja e Sorosit, kryetari i saj është Edi Rama, patjetër gjithë do ketë një fund shumë të shpejtë. Unë e kam deklaruar deri në fund të vitit. Çdo gjë duhet mbyllet. Sepse është bërë aty ku nuk mban më thotë. Ka ardhur, domethënë nuk di. Këti po i hikin gjithë, po i hikin e po bastisen ministrat. Sot ai s'ka ministra. I ka gjithë në SPAK, gjithë kontrolluar nga BKH-ja. Të gjithë janë të kontrolluar. Të gjithë janë ke dera SPAK-ut. Dhe si mund që ndrojë më ky kryeministër? Moralisht ky do ta kishte dhënë dorëheqjen me kohë. Po ky nuk e jep thash për arsye që më lart. Ky është me urdhër që duhet të ndrojë. Edhe derisa mund të qëndrojë? Duhet të rrinte, duhet ta kishte dhënë. Por atëherë do thirrët, kam dhënë atë do thirrët në Amerikë, t'japi llogari për çështjen me Gonikale kanë më thjesht akoma, vjen do dalin ka ajo thjeshta fare pastaj. Sepse për sa i përket çështjes me Gonikale dosja është e hapur, në Amerikë është trupetohet, pothuajse një herë 2-3 ditë atje dalin artikuj për çështjen me Gonikale, se flitet për siguri kombëtare të Amerikës. Dhe ajo që është kryesorja pastaj duke qenë lufta e hapur dhe Rama e di shumë mirë që politikisht është i djegur, i vdekur, është i mbaruar. Në Amerikë ai nuk puth dot. Me stafin e Trumpit për sa kohë tjetë Suzi në atë pozicion të harrojnë gjithë. Ky jo të firmosi me izraelitët e të shkojë të bëj pazare me ta. Sa tjetë Suzi aty të harroj, Rama se mund takoj edhe rojen ke dera ke Kapitoli, jo më të tjerë. Të vjen 2 herë zëvon sekretari i shtetit dhe nuk takon. Nuk takon kryeministrin. E kupton se ai rëndësh apo? Nuk takon presidentin. Sa e rëndësh? Këtu vite zëvon sekretari i shtetit dhe këta dilshin lajme me vrap. Sot vjen zëvon sekretari i shtetit, këta nuk flet asnjëri. Dhe nuk takon as kryeministër, as president. Pra këtu është e qartë fare që ai është mbyllur. Unë shpresoj se deri në fund të vitit duhet mbyllet kjo histori. Po, SPAK-u nga ana e tij, kur mund ta thrasë Edi Ramës ai përket çështjes së Charles me Gonigal? Nuk di kur mund ta thrasë, po ka rrezik mos ta thrasë fare. Një nga çështjet mos ta thrasë fare sepse mos harroni se janë aferat, ajo që ja u pata thënë para ca kohë është që
FBI-a ka marrë në dorë hetimin e fluturimeve që ka bërë Edi Rama, qoftë kohët pandemisë, para pandemisë, dhe pas pandemisë, gjithë fluturimet që ka bërë me kë ka fluturu, çfarë malli ka transportuar dhe ku janë transportuar, dhe sidomos në vendet që kanë qenë jashtë Schengenit. Kështu që ata i kanë të gjitha, domethënë plus afera tjetër që do besoj se do shpërthej dhe ajo, se aferët edhe e Albania Airlines, i cili turku tashmë ka qitë aksionet e veta i kanë nxjerrë shitje, do t'i shesin, do t'a shkri fare. Dhe do shiftin që as i lek nuk është pagu. Megjithëse fitimet janë kolosale, as i tatim, as i bilanc, edhe kjo kompani njësoj si bege i naftës ka dalë gjithmonë në humbje, vit për vit ka dalë në humbje. Do shiftin do dalë edhe kjo. Zoti Merkoçi, të rikthehemi sërish tek Belinda Balluku. Si e parashikoni fatin e saj tashmë, qoftë në aspektin e qeverisjes, pra a do të arrijë do të jetë sërish pjesë e qeverisë së Edi Ramës, apo qoftë dhe në aspektin politik, dhe a është e djegur tashmë në aspektin politik? Në aspektin politik janë djegur gjithë këta, se paktën minimalisht ligji dekriminalizimit nuk i lejon më që të ashtu politikisht plan. Ndërsa kjo do qëndroj për aq kohë sa Rama do mundohet të qëndroj. Jo se Belinda e merr me vete, të kuptoni drejt. Për ato që flitet nëpër media, që do i nxjerrë këtë nuk e shkarkose. Por, momentin që shkarkoi Rama, gjykoj se do jetë dakord që të japim vetë tërheqjen, se sa të heqin Belinda Ballukun. Nëse e heq Belinda Ballukun, do ikë dhe vetë pastaj. Ose do ikin të dy në një tip. Do rezistoj deri në atë pikë do rezistoj. Zoti Merkoçi, ju keni përmendur shpesh emrin e Lea Ypit, e cila mund të zëvendësonte zëvendës kryeministren aktuale, pra Belinda Ballukun. Si mendoni, a mbetet ajo një emër potencial për të qenë zëvendës kryeministre, dhe a mendoni se e ka Edi Rama akoma në mendje për ta pasur pjesë të kabinetit qeveritar? E kishte të caktuar, unë pa ta thënë që dyja persona që do sjelli, këtë do ta sjellte zëvendës kryeministre dhe ministre të jashtme, dhe në moment fundit është ndrru. Është vendosur Belinda Ballukun. Situatat kanë ndryshuar. Jo se nuk e ka në mendje, dhe nuk e ka si zart fundit të flasim, por është situata e tillë e cila nuk do ketë më nevojë për këtë lloj emri apo emrime të tjera. Rama nuk do guxojë më të bëjë emrime, e pari është edhe vetë njerëzit nuk do t'i afrohen më, se po shihet kush nuk ka më kush firmos aty, nuk guxon më njëri të firmosi. Sidomos pas daljes Belindës Ballukut si e pandeu, nuk ka më njëri kush firmosi. Në atë pozicion nuk mund ta mori Zeqinea, po ajo Zeqinea e Fierit mund ta mori, mund bëhet. Por një njeri tjetër nuk e merr. Domethënë ai nivel mund të shkojë zëvendës kryeministrit. Deri ke niveli i Zeqineas me asnjë vend tjetër. Sepse të tjerët e tinë shumë mirë, paktën e kuptojnë që çdo firmë e vendosur aty është firmë e cila i shkon drejt spakut, drejt burgut. Kështu që nuk kam më kohë. Ai e kishte në programin e tij, kishte gjërat e tij për të nisur atë idenë e 2027-s, kur i marrë mandati këtij kapitarit Veromit, edhe të merrte postin e presidentit, ka pas shumë për të ndryshuar kushtetutën për ta bërë jetën e presidentit deri në 7 vjet, domethënë. Ishte mandati 7 vjeçar për të rikthyer kompetencat e presidentit. Ky ka qenë programi i tyre për të bërë dhe për të mbetur përjetësisht në pozicionet e shtetit, drejtimit të shtetit. Por u prish plane, se jo gjithmonë planet që thuren dalin ashtu siç i mendonti dhe i thurti. Kështu që edhe Lea është e djegur tashmë në këtë pikë. Mund vi një pozicion tjetër, nuk e di se çfarë mund ndodhi më mbrapa, po unë nuk besoj, sepse kam thënë që deri në fund vitit kjo gjë do sheshohet, do bëhet. Kështu që nuk besoj se
do ketë mundësira të tjera për të formuar kabinet tjetër Rama. Po kush mund të jetë një emër tjetër që mund t'i zërë vendin Belinda Ballukut përveç Zeqines, siç thatë ju, me një probabilitet më të lartë, se përflitet nga ana tjetër që mund të jetë edhe Ogerta Manastiliu. Nuk e besoj, megjithatë unë jam më i shqetësuar ose dilema më e madhe është kush do t'i zëri veni Ramës. Se sa Belindës. Rama i me gjithë Belindën. Jo pse tërheq Belinda, po ai nuk e firmon dot shkarkimin e Belindës. Rama do jetë më i prirur, më i gatshëm të japi dorëheqjen vetë se sa të shkarkoj Belindën. Aty ti të dy. Zoti Merkoç, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.